O hoxh, po ne që jena thot katolik, qa të bëjmë? Unë çdo njërin e ftoj që të besojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Të besojnë dhe të pasojnë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Unë çdo njërin e ftoj që të adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, siç kuptohet, se kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, dhe se Isai i biri i Merjemes është rob i Zotit, dhe se xheneti është hak, xhehenemi është hak. Pra kuptohet prej fjalëve të profetit alayhis salam se e fut Allahu i lartësuar këtë njeri në xhennet nga cila derë të dëshiroj. Prandaj unë ftoj çdo njërin që ti thot këto fjalë janë tepër të lehta. La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhamedi është i dërguari i tij. Isai, i biri i Merjemes, është rob i Zotit dhe i dërguari i tij. Me këto fjalë fitohet xheneti, fitohet lumturia e përjetshme në botën tjetër.